Për Allah, thot, feja islame nuk ka asgjë, thot, të përbashkët me identitetin, thot, ton kombëtar. Edhe ceremoninë e varrimit, po e bëjnë, thot, me flamur, thot, arab. Feja islame, thot, është një kulturë, një histori, thot, arabe. E keni vënë re se disa kohë ishim rahat nga këto lloj speciesh. Pra, sa nuk e kishin mësuar ç'është TikToku këta mbetjet komuniste. Allahu na rujt. Qanë ka edhe në mosh, dhe unë të këshilloj që të reflektosh. Të reflektosh, se një ditë do të dalësh para të Madhit Zot. Do të japësh llogari Allahut të lartësuar, krijuesit gjithësisë. A nuk e ke pyet veten ndonjëherë se ku do shkosh me gjithë këtë mlef, me gjithë këtë urrejtje? Islami është feja e shumicës së shqiptarëve, do apo nuk do ti. Të mlefos apo nuk mlefos kjo gjë. Të bën të plasësh apo nuk bën të plasësh kjo gjë. Ky është një realitet, një fakt. Edhe pse ty të lëndon, edhe pse ty të mlefos, fundja ky është realitet. Gjithsesi, nuk është kjo tema e diskutimit. Feja është bindje. Dhe ne, si musliman, jemi bindur, kemi lexuar Kur'anin, dhe me bindje të plot, elhamdulillah, jemi musliman. Falënderimi takon Zotit. Duke medituar në krijesat gjigande, tregojnë se ka një krijues absolut, i cili meriton të adhurohet. Nuk adhurojmë drurin, gurin, njerëzit. Nuk i mveshim Zotit gjithësisë mangësi, me thonë për to se ka bashkëshorte, se ka fëmijë. Mendja e shëndosh pajtohet me atë çfarë thot Kur'ani. Kështu që unë të ftoj që të lexosh Kur'anin. Të lexosh Kur'anin dhe të reflektosh se je edhe në mosh. Dhe mendoj se është më udhës të reflektosh. E për sa i përket Shqipërisë, elhamdulillah, ne si muslimanë duam vendin tonë. Jetojmë, japim kontributin tonë në këtë shoqëri, ashtu siç e kanë dhënë edhe gjyshrit tanë në ruajtjen dhe mbrojtjen e këtij vendi. Kështu që mundohu të tregosh pak etik dhe të respektosh shumicën e shqiptarëve, se me këtë lloj fjalori ti i bie ti je kundër shqiptarëve, kundër Shqipërisë, sepse shumica e shqiptarëve do apo nuk do ti janë musliman.